Po në Tiranë është kthyer në një konflikt ndërhyrje e policisë për lirimin e një sipërfaqe në natyrë e cila shfrytëzohej nga Akademia Private e Filmit Marubi. Rektori i kësaj akademie, regjizori Kujtim Çashku dhe 4 studentë janë shoqëruar dhe janë mbajtur për orë të tëra në polici. Autoritetet thonë se sipërfaqja është zënë pa patur asnjë leje, po ashtu edhe hapësira të tjera për cilat akademisi kërkohet të paguaj qeran. Ndërsa zoti Çashku ka reaguar duke thënë se është anashkaluar gjykata e cila sipas tij e ka këtë proces në çështje. Arman Mero njofton nga Tirana. Për të dytën herë, studentë dhe pedagogë të Akademisë Private të Filmit Marubi janë përplasur sot me policinë në mbrojtje të mjediseve të këtij institucioni universitar. Rektori i Akademisë, regjizori Kujtim Çashku dhe 4 studentë janë marrë nga forcat e policisë dhe janë shoqëruar në komisariat ku kanë qëndruar për afër 6 orë. Pas lirimit, zoti Çashku ka deklaruar se policia me ndërhyrjen e saj në mjediset e akademisë ka përdorur urdhun dhe se është anashkaluar gjykata e cila ka në proces sipas tij konfliktin e lindur për mjediset e akademisë. Mendojmë që është evituar gjykata, shmangur gjykata, e para gjë që është shumë e rëndësishme, e dyta është që është përdorur dhunë dhe ndërhyrja e policisë është bërë pas një akt dhe pas një dokument në korpusin e Akademisë Filmit dhe Multimedias Marubi. Ne do të ndjekim pas hapi tani në bazë të ligjeve në fuqi, gjithë procedurën, çfarë ka ndodhur, në çfarë aktesh ligjore janë bazuar, qoftë ndërhyrje e policisë, qoftë veprime dhe më pas këtyre, derisa ne kemi përfunduar aktualisht në komisariat për orë të tëra. Por Ministri i Kulturës Ylli Pango ka seruar sot se Akademia ka marrë në mënyrë të ligjshme vetëm 200 metra, ndërkohë që ka shfrytzuar dhe mbi 1800 metra të tjerë në të njëjtën godim pa paguar deri më sot asnjë qera. Sipas ministrit, ndërhyrja e policisë ka të bëjë me një sipërfaqe tjetër në natyrë prej afër 3000 metrash të tjerë që po përdoret nga Akademia. Përveç faktit që ka përdorur pa paguar 1822 metra katror sipërfaqe ku ndodhet godina e shkollës Marubi, ka menduar të pushtoj dhe 3000 metra katror tokë jashtë saj. Ku ka vendosur stola, disa shtylla që i keni parë ju, më duket se dhe një ekran zeror dhe ka menduar të bëjë dhe një zgjerim të shkollës. Po e theksoj edhe një herë për shkollën, ne vazhdojmë të themi të paguaj. Edhe sot, po të shkone të shikone atje tani, edhe sot nuk i ka shkuar asnjëri ke shkolla. Kanë shkuar vetëm që për sipërfaqen e lirë, sipërfaqen në natyrë që është, ti thuhet të mos ndërhyj. Situata ka qenë e tensionuar sot. Në mbrojtje të akademisë kanë dalë dhe figura të njohura të artit dhe kulturës, po ashtu dhe të opozitës, të cilët akuzojnë qeverinë se po godet artin dhe kulturën. Akademia Marubi është vetmja shkollë e mirëfill të filmi e mbështetur dhe nga donatorë të huaj, ku mjaft nga prodhimet e studentëve kanë konkuruar dhe jashtë vendit. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.